Shpejtësia e lartë është arsyeja kryesore për aksidentet rrugore në vend dhe pasojat më së shpeshtë janë fatale. Sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme, në fundjavën e 5 dhe 6 prillit të këtij viti, në rrugët e vendit janë regjistruar 543 kundërvaqe për tejkalim të shpejtësisë. Janë evidentuar gjithashtu edhe shumë shoferë që kanë përdorur telefonin gjatë vozitjes, si dhe një numër jo i vogël i shoferëve në ndikimin e alkoolit, gjë që përbën rrezik në trafik. Ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski thotë se numri i viktimave në rrugë është shqetësues. Бројот на сообраќајни жртви во оваа година во првото тромесечје е отприлика сличен како бројот на сообраќајни жртви кои што го имавме и лани. Со тоа што морам да кажам дека овие бројки се катастрофални компарирано со европските стандарди кои што ги имаме анализирано и во иднина максимално мораме да се фокусираме на колку што е можно поголемо смирување на сообраќај. Sipas analizave të Këshillit Republikan për Siguri Rrugore, numri i të vdekurve po rritet nga viti në vit. Kështu në vitin 2021 numri i të vdekurve ishte 116, në vitin 2022 u rrit në 124, në 2023 në 127, ndërsa në vitin 2024 humbën jetën 142 persona. Krahasuar me vendet e rajonit, numri i të vdekurve vitin e kaluar ishte pak më i lartë në raport me numrin e banorëve. Në Serbi humbën jetën 501 persona, në Greqi ky numër u rrit në 654, ndërsa në Bullgari vdiqën 479 persona. Ministri Toshkovski bën apel për kujdes nga ana e shoferëve. Сакам да упатам еден апел до сите оние кои што се учесници во сообраќајот, особено до оние кои што управуваат со моторни возила, да ги почитуваат сообраќајните правила, особено да ги почитуваат сообраќајните правила кои што се однесуваат на почитување на максимално дозволена брзина, заради тоа што во случаи кога и експертите тврдат дека во случаи кога имаме управување на моторно возило над 70 км на час, имаме челни удари како што беше оној кој што се случи вчера, процентот на преживеани патници е скоро 0. Masat për siguri më të madhe dhe ulje të numrit të viktimave në rrugë pritet të arrihen me aktivizimin e projektit Safe City, i cili fillimisht do të implementohet në Shkup, Kumanov dhe Tetov e më pas në të gjithë territorin e shtetit.